Atë ka ndihmuar të jesh kaq i zoti dhe protagonist i mirë në televizion, fakti që ishe më i keqi në produktin. Kush ka shkruar këtë pyetje? Tani unë nuk kam pas as dëshirë, vetëm pasaj kur pash famën e West Side-ve, pas që mundësi të ardë, unë kam pas dy avantazhe. Një, kam qenë të mërësisht llafazan. 2, kam shkruar tekstet. Kjo ka qenë pika që më mbante mua në grup fort. Pastaj kjo pjesa e repit kam qenë grop në gjykimin tim. Ka dhe fanza që më dunur, po se di çfarë du, po punë e tyre. Në muzikë unë kam qenë, le të themi, më i dopti nga 3 çunat, por në të shkruar kam qenë mirë, që të jem i sinqert. Domethënë kam qenë okay. Po, unë kam shkruar gjithë tekstet. Albani bënte muzikën, Fabi, domethënë Albani dhe Fabi bëni të dy muzikë, Fabi merr me pjesët teknike përgjithsisht orkestrim, unë bëja tekstet. Ne kemi qenë pak të çuditshëm sepse kanë qenë 3 njerëz me 3 interesa krejt të ndryshme, me punë krejt të ndryshme, po kur bëheshim bashk, neve nuk mendonim as strategji për grupin, po visheshim si qelbësir. Domethënë Fabi ka pasi pa shapka me kështu kpuc me gishk Nike këmbë 700 vjetin pape ato. Domethënë nuk e haroj për shembull kur vinte tingulli trend, vinte i getoari. Sigurisht që një gjë e madhe kështu i veshur dhe ishim dhe ne repista. Një mjekër e madhe që ishte. Humor, në duke ishim ato kështu, tamam figura va. Ne ishim me çilirën apo? Ne ishim janë nga Berati në testatës i par rritur. Do ta nxjerrim këtu me shumë si edhe pjesën ku ka qenë ti me një kështu si shami me po katarak trokasu pra, aty na viste nata aty kolla. Kam qenë bukur i dhëut, ë? Kjo që them unë, është turë aty. Tak të rëkflasëm pra. Po duket që është shumë energjik. Kam qenë energjik, po. Aty realisht kuptova unë që mund të bëja për televizion, unë nuk e kam dashur për televizion. Unë kur të shikoja kështu si këngëtare, e kuptoja që ti kishe hyrë aty vetëm për goca. Po, mi me këtu për goca. Kemi hyrë njerë dhe ishe kështu e shikoja kamerën kështu që Jo, disha kamerë, fiksova, në mësova, nuk e di, shiko, unë nuk se gënje kushto që s'do t'jeti famshëm, është gënjeshtër, që Demex dua famën të budallishe. Pa aftë të thënë. Konvertimi në pushtet, fuqia që jep kamera, po, këtë e doja. Unë nuk e dia, ama unë kam një gjë. Unë nuk kam nostalgji. Po më vure kamera parë, mund të rrit 3 orë gjysmë, mund të mbaj live. Nuk e di si vjen, ose vjen sepse formimi i përgjithshëm ka qenë okay, pra sepse të dalësh në kamerë unë vazhdoj e them për te shakave që nuk mund të dalë kushdo në kamerë. Kamera duhet kesh një formim të përgjithshëm në radhë parë, sepse kamera tradhton, nuk është se ti mund të jesh i lezetshëm, mund të kesh karizëm, mund të kesh energji, por nuk di të artikulosh. Domethënë aq më tepër të intervistosh si s'ke për ta mësuar kur, po kjo është, domethënë është dhunti që shumë pak veta e kanë. Unë po më dhe kamera, kuptova që e kisha këtë gjën. Edhe aty a kam dalur në aty për të përgjuajtur goca? Absolutisht po. Madje, se unë kam marrë nga Berati atëherë, këtë se kam thënë. Berati është në Shqipëri, është këtu që. Po, jo, jemi tip provincë më vete, nuk ka lidhje. Edhe unë era në fund të vitit të parë, në Petronin edhe në Petronin kështu, edhe në plazh kam gjetur një zinxhir floriri, unë s'baj asnjë gjë ndër, kam alergji kështu. Kam gjetur një zinxhir floriri, dëgjoj, në det brenda, me gërmu me këmbë rastësi një zinxhir floriri, kishte një slavisht të shkruar nga brapa ai, po më zinxhiri shëmtuar nuk bëhet. Më duket se ka shkruar mami para ca viteve. Se i berishës. Dhe unë e mbajta atë kur hyra në Petronin, mbajta që të me kërdi ky nga Berati dhe në kokën time imagjinoja unë se si do rrifesha me këta. Ata ishin njerëz të mirë çkretës. Isha unë problemi, isha unë i egri. Po nuk isha dhe jashtë shumë egër, erdha me 10, përfundova me 6. Suksesi i parë i Alban Kondit ka qenë që mora unë për herë të parë 2-4 dhe këtë ja dedikoj Albanit. Albani ishte kështu. Jo, Albani ka qenë shumë i dashur, shumë i qetë, ka qenë, po Albani punonte. Po prandaj ti ke shkruajtur, pra se vetëm parazitët shkruajt. Po është dhuntim e vërtet. Ti si mendon që e ke dhuntim të intervistosh apo të intervistohesh më shumë? Se ti flet kështu, po të le të flasësh. Ja. Më po të bëj për unë tani për te shakabe mendoj që zhanri më i vështirë në televizion është intervista. Nuk e them unë, thot BBC-ja, të cilët duhet punosh 30 vjet në terren. Dhe pasaj dalësh edhe të bësh hard talk-un, që është intervista më e vështirë. Në Shqipëri është pak inflacioni kësaj dhe rrjedhimisht ti s'kupton më, po a jam unë i zoti në intervistë? Se di, nuk mendoj që s'te ka që ke ulur që jam shumë mirë. Mirë, ishte me Oktapodin si s'te keq. Donte të fliste vetë është si puna ime. Po, mirë. Okej, kam problem, thash më doli një video dhe s'pëlqeu vetë.
gakmak në dy Kjo momente. intervista shkoj si back to back, jeni të dy kokë në kokë. Po, pra, tani. Por jemi llafa, shiko se po ai vdes po për protagonizëm, po një lloj edhe unë, para Çfarë se jam shihni kështu. jeti? Horoskopi? Ai e ka ditën tani në 30 deri te 1. Stalker. Okej. E më pëlqen shumë perdet e reja. Një dash dhe një gafore, një duel, kush të flasi më shumë në Po jo, pra studio. kjo nuk është mirë. Kaluam te këto. Nëse Kjo e qeshra jote është s'ka paguar. E po na kishin shkruar ndër ta gjëra se unë si lexoj komentet, po që s'am thënë që Megli qesha ishte ai komenti. Kishin thënë që po Miglin e keni marrë në studio që të qeshi. Vetëm të qeshi. Edhe unë thash po kam punë në ëndrave, paguan për të qenë e bukur dhe për të qeshur live. E shikone, e kemi marrë se na do Me aj sa i ndodhet, po. ti që e ke shkruar. Tani Edioga më ekspozoi. Edioga më ekspozoi. Shumë e Se papritur. ja treguat Po. Ore, se diti që Edi është bërë çuditshëm, thu po si matëm nuk vi. Po Nëse. s'ke parë shumë ti. Jo, nuk isha këtu. Në fakt Se gjithmonë kuptova dhe unë. kimin e Edit dhe këtij nuk e kam kuptuar. E çuditshme për zotin. Okej. Por edhe Thash na edhe të pasi lidh mbarojmë vetëm. seksin me Edin jemi kështu. Pse po bëjmë këtë?